Zonja dhe zotrinj, ju përshëndesim. Tregjet financiare psuan sërish rënje dramatike, ndërsa presidenti Donald Trump reagoi pas panikut që ka kapur mira Amerikan prej tarifave të vendosura prej tij. Ju bëri thirrje të tregojnë të guximshëm dhe kërcënoi Kinën me përshkallëzim të tarifave në 50%, pasi kjo e fundit njoftoi se do të ndërmerrte masa. Kryeministri Edi Rama mori medaljen presidenciale të nderit në Izrael në një ceremoni në Jeruzalem si vlerësim për popullin shqiptar në ruajtjen e hebrejve nga nazistët. Edi Rama e cilësoi Hamasin si nazistët e shekullit të ri. Erion Velia i figuron tashmë banor i qytetit të Durrësit. Nga një kërkim i thjeshtë në listën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve rezulton se kryebashkiaku i Tiranës i shtuar listës së zgjedhësve në qytetin Bregdeta. Mbrëma të gjithëve në temat e tjera të këtij edicioni do të ndiqni krimi organizuar, politika dhe aktor mediatik. Këta të tre janë gjurmuar nga SPAK gjatë vitit që kaloi si të dyshuar, se u përpoqën të cënojnë pavarësinë kushtetuese dhe bilancin e hetimeve, çka do të thotë se presionet e forta e interesash kërkojnë të influencojnë organet e drejtësisë së re. Familjar, miq dhe antar të komunitetit italian përcollën për në banesën e fundit studenten shqiptare Ilaria Sula mes lotëve dhe dhimbjes. Ceremonia për 22 vjeçaren që u vra nga ishi dashur i saj Filipinas u zhvillua në Terni, qytetin ku familja Sula banon prej vitesh. U gjeti pa jetë 27 vjeçari që kishte humbur gjatë natës së të dielës prej motit të keq, ndërsa babai që doli ta kërkonte në mesnatë është gjetur në gjendje të rënduar fizike dhe psikologjike. Presidenti Donald Trump reagoi pas panikut që ka kapur mira Amerikan për situatën financiare dhe rënien dramatike të bursave prej tarifave të vendosura prej tij. Grisht kreu i shtëpisë së bardhë bën thirrje qytetarëve të tregojnë të guximshëm, sepse sipas tij gjithçka po shkon sipas planit, ndërsa kërcënoi Kinën me përshkallëzim të tarifave në 50%, pasi kjo e fundit njoftoi se do të ndërmerrte masa. Shumë amerikanë janë shqetësuar me situatën financiare pas tarifave të reja, si dhe tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara, që mbyllën javën më të keqe që nga pandemia e COVID-19 në vitin 2020, por presidenti Donald Trump këmbgul se gjërat po shkojnë në drejtimin e duhur. Çmimet e naftës po bien, normat e interesit po bien, çmimet e ushqimeve po bien. Nuk ka inflacion dhe Shtetet e Bashkuara të shfrytzuara prej kohësh po sjellin miliarda dollar në javë nga vendet që kanë abuzuar ndaj nesh me tarifat. Presidenti Trump dha një mesazh të drejtë për të gjithë amerikanët, duke i kërkuar të mos friksohen nga kjo situatë. Mos u bëni të dobët, mos u bëni budallënj, mos u friksoni. Jini të fortë, të guximshëm dhe të durueshëm dhe madhështia do të jetë rezultati. Ndërkohë, Bashkimi Evropian po studion reagimin më pak të rrezikshëm ndaj tarifave të Trump. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se Unioni është i gatshëm për negociata me SBA, por zbuloi se po negociohet edhe me vende të tjera të botës. Ne jemi gati të negociojmë me Shtetet e Bashkuara dhe kemi ofruar tarifa zero për disa mallra industriale. Pas marrëveshjeve të bëra tashmë me Meksikën dhe Zvicrën, ne po punojmë me Indin, Tajlandën, Malajzinë, Indonezinë dhe shumë të tjera. Gjatë pasdites së të hënës, Trump reagoi sërish duke njoftuar përshkallëzim të tarifave ndaj Kinës nga 34% në 50%, pasi e cilësoi Pekinin si abuzuesin më të madh në marrëdhënie tregtare. Nëse Kina nuk tërheq tarifën e saj tregtare prej 34% deri nesër, 8 prill 2025, Shtetet e Bashkuara do të vendosin tarifa shtesë 50% në Kinë, duke filluar nga 9 prilli. Për më tepër, të gjitha bisedimet me Kinën në lidhje me takimet që ata kanë kërkuar me ne do të ndërpriten. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e pezullimit për 90 ditë të tarifave ndaj të gjitha vendeve përveç Kinës. E ndërkaq, tregjet ndërkombëtare mbi të gjitha ato aziatike kanë bësuar një rënje që nuk ishte parë që prej Covidit, të cilën mediat e kanë cilësuar një masakër financiare. Mediat po e përshkruajnë si një masakër të vërtet çeljen e tregjeve aziatike mëngjesin e sotëm me një rënje pikjat, teksa impakti i tarifave të Donald Trumpit vazhdon të shënjojë bursat nëpër botë. Nga Shanghai, në Tokyo e në Hong Kong, indekset kryesore u fundosën, duke shtyrë një analist të tregut të pohonte për BBC-n se kjo është një katastrofë e vërtet. Si një rajon që prodhon shumë mallra të shitura në kënd globit,
vendet e territoret azjatike kanë marrë një goditje frontale nga tarifat e Washingtonit. Ata janë veçanërisht të ndjeshëm nga ndikimi i frikës së një lufte tregtare botërore, e cila mund të shkaktojë ekonomisë më të madhe ngadalësim apo edhe recesion. Goldman Sachs parashikon se ka 45% gjasa që SBA-ja të bjerë në recesion në 12 muajt e ardhshëm. Firmat e tjera të Wall Streetit kanë rishikuar gjithashtu parashikimet e tyre të recesionit në vazhdën e njoftimit të tarifave të Trumpit. JP Morgan tani sheh një shans për 60% për rënje ekonomike në Shtetet e Bashkuara dhe në të gjithë botën. Në këtë situatë vetëm Donald Trumpi duket se vazhdon të ruajë qetësinë, teksa në SBA, Europë dhe Gjetk shpërthenin protesta kundër tarifave të vendosura prej tij. Shefi i shtëpisë së bardhë shpërndau një video në rrjetin e vet Truth Social, ku shihej duke luajtur golf në Palm Beach, ndërsa insiston se ilaçi mund të jetë vërtet i hidhur, por ndonjëherë duhet marrë qoftë edhe me zor në mënyrë që të zgjidhet problemi. Ky është Top Channel. Kryeministri Edi Rama mori medaljen presidenciale të nderit të Izraelit në një ceremoni në Jeruzalem si vlerësim për popullin shqiptar në ruajtjen e hebrejve nga nazistët. Presidenti izraelit Isaac Herzog tha se lidhja mes dy vendeve po thellohet dhe fluturimet direkte mes Tiranës dhe Tel Avivit do ndihmojnë në shkëmbimin e drejt për drejt. Në Izrael, kryeministri Edi Rama është takuar me presidentin e vendit mik me Shqipërinë Isaac Herzog. Kreu i qeverisë shqiptare është nderuar me një medalje nderi në një ceremoni të posaçme organizuar në rezidencën presidenciale në Jeruzalem, ku ai ishte i ftuar me bashkëshorten e tij Linda Rama dhe delegacionin shqiptar që e shoqëron në këtë vizitë. The Israeli Presidential Medal of Honor recognizes those like you. Medalja presidenciale e nderit të Izraelit nderon ata si ju, që kanë ndriçuar botën me udhëheqjen e tyre të jashtëzakonshme, qartësinë morale dhe vlera demokratike, dhe ata që kanë dëshmuar miqësinë e tyre të guximshme me popullin hebre dhe shtetin e Izraelit. Kodi shqiptar i besës, betimi i shenjtë i nderit, mbrojtjes dhe integritetit, ndjehet mjaft i pranishëm në këtë holl. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të gjithë njerëzimit në orët e tij më të errta gjatë Holokaustit. Lidhja jon po thellohet në kaq shumë fusha dhe sfera. Fluturimi i ri drejt për drejt midis Tiranës dhe Tel Avivit po thjeshton shumë udhëtimin dhe po ndihmon shkëmbimin e drejt për drejt. Presidenti Isaac Herzog foli edhe për bashkëpunimin mes dy vendeve në shëndetësi. I want to congratulate Sheba Medical Center. Dua të përgëzoj qendrën mjekësore Sheba dhe qeverinë shqiptare për nënshkrimin e marrëveshjes për të ngritur një projekt të përbashkët mjekësor në Shqipëri. Dua t'ju falenderoj ju, i dashur Edi, dhe mikun ton të dashur, profesorin Yitzhak Kreis, që është drejtuesi ekzekutiv i Shebas, për çuarin e kësaj gjëje përpara. Miqësia midis kombeve tona do të mbetet një fanar vullneti i mirë gjatë këtyre kohrave sfiduese të vështira. Shqipëria, tha kryeministri Edi Rama, do të jetë gjithmonë shtëpia juaj e dytë dhe ju do të jeni gjithmonë të mirëpritur në Shqipëri. We stand firmly, as you said, Mr. President, with Israel in this. Ne qëndrojmë të patundur në krahët e Izraelit në këtë moment të vështirë e të dhimbshëm, ku ende ka njerëz në podrumet mesjetare të Hamasit. Siç e kam thënë më parë, dua ta përsëris dhe tani. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes mes dy shteteve, por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamasin. Aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Historia në ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Pres me padurim, theksoi kryeministri Edi Rama, të shoh paqen midis hebrejve dhe arabëve, mbeten vërtet mirënjohës për gjithmonë. Për këtë moment i jetës time që jam i sigurt, nuk e meritoj si person, por që jam i sigurt që të gjithë shqiptarët që kanë bërë diçka për hebrejt e meritonin këtë moment. Erion Velia i figuron tashmë banor i qytetit Durrësit në një kërkim të thjeshtë në listën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rezulton se kryebashkiaku i Tiranës i shtuar listës së zgjedhësve në qytetin bregdetar.
Kryetari në detyrë i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj nuk është vetëm i paraburgosur në burgun e Durrësit, por rezulton tashmë edhe banori i qytetit bregdetar. Kryebashkiaku Veliaj, i cili ndodhet prej disa muajsh në qelinë e Durrësit, është regjistruar edhe si banori i këtij qyteti nga një kërkim në listën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Erion Veliaj rezulton të jetë shtuar listës së zgjedhësve në Durrës. Kjo bën që Veliaj të mos votojë në parlamentaret e 11 majit për kandidatët e Partisë Socialiste në Tiranë, por vota e tij do të shkojë për një nga kandidatët e qarkut të Durrësit. Erion Veliaj u arrestua me urdhër të SPAK më 10 shkurt të këtij viti në akuzat e korrupsionit pasiv dhe pastrimit të parave. Krimi i organizuar, politika dhe aktor mediatik. Këta të tre janë gjurmuar nga SPAK gjatë vitit që kaloi, si të dyshuar se u përpoqën të cënojnë pavarësinë kushtetuese dhe bilancin e hetimeve. Në raportin vjetor të 2024-s, Prokuroria e Posaçme në Tiranë i ka adresuar kuvendit 10 problematika që hasi gjatë vitit që lan pas. Në vend të parë, qëndron presioni jashtëm ndaj SPAK, po cilët janë ata që ushtrojnë presion ndaj prokurorëve të posaçëm? Krimi organizuar, politika dhe aktor mediatik. Këta të tre janë gjurmuar nga SPAK gjatë 2024-s, të dyshuar që u përpoqën të cënojnë pavarësinë kushtetuese dhe bilancin e hetimeve. Në raportin që është dorëzuar kuvendit përmenden dëmet që shkaktohen ndaj SPAK nga këto presione të kategorizuara si ndërhyrjet e jashtme, që rrezikojnë gjithashtu integritetin e prokurorëve. Si zgjidhje, SPAK propozon reagimin e të gjitha institucioneve që janë përgjegjëse në ruajtjen e pavarësisë dhe të prokurorëve që shërbejnë aty. Klima që përshkruan SPAK për vitin që lan pas lidhet direkt me hetimet ndaj politikanëve, dikur funksionar të lartë, drejtues institucionesh të vënë në hetim gjatë 2024-s dhe që qartësisht pasollën akuza publike ndaj prokurorëve. Dhe nga ana tjetër edhe deklarata nga KLP për ndalim të presioneve dhe gjuhës së urrejtjes. Përplasja e interesave të mëdha, pra e njëjta gjë, ndodhi edhe pas goditjes që mori krimi organizuar, i ekspozuar sidomos nga aplikacionet Sky ECC, një hetim që përfundoi në gjykatën kushtetuese dhe rriti tensionin në drejtësi. Nga ana tjetër, në listën e 10 problemeve të ndeshura, në vend të dytë qëndron vakumi ligjor për statusin e prokurorëve të posaçëm, kur ata të përfundojnë mandatin 9 vjeçar. Edhe një situatë e tillë rrezikon të cënojë standardin e hetimeve të kërkuara nga publiku. Kuvendi, Këshilli i Ministrave dhe ndërkombëtarët përmendet më tej në raport. Si problemi i tretë është renditur mungesa e këshilltarëve ligjor, që vënë në rrezik ndjekjen e çështjeve deri në gjykatën kushtetuese. Pas zgjidhjeve vazhdon edhe njohja e vendimeve penale të huaja ndaj personazheve të botës së krimit organizuar, që mbahet nga gjykatat e zakonshme. SPAK kërkon që për këtë çështje të ndryshojë ligji. Ndërkohë korrupsioni dhe krimi organizuar vazhdon të denoncohet fare pak nga institucionet shtetërore, përfshi edhe policinë e shtetit, ndërsa mungesa e sistemit të administrimit të çështjeve, mungesa e njësisë së analizës, statusi i specialistit ndërlidhës për hetimet e përbashkëta ndërkombëtare, i cili nuk duhet të trajtohet si në punës civil, presin ende zgjidhje. Sikurse edhe mos ekstradimi i shtetasve shqiptar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Shefi i opozitës Sali Berisha udhoi drejt Strasburgut për të denoncuar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës kryeministrin shqiptar ai tha se Edi Rama po përgatitet për të vjedhur zgjedhjet. Sali Berisha nuk u shfaq këtë të hënë në SPAK, por mori avionin për të udhëtuar drejt Strasburgut për të denoncuar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës Edi Ramën 4 ditë nga çelja zyrtare e fushatës elektorale. Për të tërhequr vëmendjen e eurodeputetëve, kryedemokrati nuk u foli vetëm për izolimin e tij, por edhe për arrestimin e Ilir Metës, Fredi Belerit dhe Ervin Salianit, si dhe procesin penal të Fatmir Mediut. Për siguruar një mandat të 4, Edi Rama, i cili erdhi në këtë institucion dhe mbajti një fjalim të kujtonte shumë atë të Hoxhës apo të Gaddafit, vendosi që për mandatin e 4 të arrestojë 3 lider të partive kryesore të opozitës. Në Shqipëri nuk ekziston më prezumimi i pafajësisë, vetëm i arrestojnë dhe i plasin në burg. Në një diktaturë nuk ka asnjë opsion tjetër. Por çfarë do ndihme që mund të jap ky institucion, ne jemi shumë mirënjohës. Sali Berisha është i bindur se Edi Rama po përgatitet për të vjedhur zgjedhjet. Ai nuk kurseu akuzat ndaj SPAK-ut, ndërsa nuk anashkaloi dhe planin e tij për të reformuar drejtësinë.
Drejtësia politike e kontrolluar nga Edi Rama nuk merret me këtë krim. Kështu që këto zgjedhje janë një proces me një makineri të madhe blerjesh votash dhe një makineri të madhe frike që kontrollon vullnetin e popullit. Ai nuk respekton asnjë ligj të kodit elektoral, po ashtu ne kemi kërkuar një komision të së vërtetës me partnerët tanë, ministra që u thonë vrasësve që unë do bëj këtë, ju duhet ta bëni për votat, ju do keni këtë, unë do bëj atë, pazar i hapur. Ndihma e vetme që i ofroi drejtuesi i grupit të Partive Popullore Europiane në Strasburg, Pablo Hispan, ishte dërgimi i një delegacioni për të mbikëqyrur zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Siç e dini, ju keni mbështetjen tonë të madhe dhe grupi ynë ju uron sukses me bindje se do të fitoni në zgjedhjet e ardhshme. Ne do të sjellim një delegacion të madh nga Partitë Popullore Europiane që të mbikëqyrim zgjedhjet për të mbështetur demokracinë dhe transparencën për popullin shqiptar. Agenda një ditore e Sali Berishës në Strasburg parashikon takime me disa politikanë, mes tyre edhe Dora Bakojani, me të cilën vulosi marrëveshjen e detit me Greqinë në 2009. Drejtuesit e Partisë së Lirisë në Tiranë ju ankuan në OSBE-s për Ilir Metën. Me kryetarin prapa hekurave, shqetësimi i Partisë së Lirisë është fushata pa Ilir Metën në terren. 3 të besuarit e tij, të cilët e kanë siguruar një ulse në parlamentin e ri për shkak të pozicionit në listën e sigurt, ju ankuan kreut të misionit të OSBE-ut Dirit për kryetarin Ilir Meta, i cili e ka të vështirë të grumbullojë vota nga burgu pasi nuk mund të bëjë fushat. Ky izolim lidhet pikërisht me zgjedhjet e 11 majit. Gjithashtu e informuam lidhur me faktin se zoti Meta sot, edhe pse kandidat në zgjedhje, e ka të pamundur jo vetëm të bëjë fushat, por edhe të komunikojë me votuesit. Ambasadori Zanier sugjeroi që zgjidhjen ta gjejnë tek institucionet shqiptare, ndërsa nuk preferoi të komentonte nëse 11 maj do të ishte një garë e pabarabartë për Ilir Metën. Unë nuk mund të jap një gjykim lidhur me këtë çështje, unë sapo kam mbërritur në vendin tuaj. Në të shkuarën unë jam takuar me zotin Meta në kapacitetet institucionale që ai mbante. I takon institucioneve të këtij vendi për të mbërritur në konkluzionet finale për këtë. Ne qëndrojmë për sundimin e ligjit dhe për një aplikim transparent të sundimit të ligjit. Ilir Meta vendosi të jetë në listën e hapur të Tiranës, megjithse aleati Sali Berisha i ofroi një vend në zonën e sigurt që mund t'i hapte edhe dyert e burgut më lehtësisht. Kapja e disa ngarkesave me luleshtrydhe greke me pesticide të rrezikshme ka dëmtuar dhe prodhuesit vendas. Konsumatorët janë trembur dhe nuk po blejnë më. 3 ngarkesa me luleshtrydhe të importuara nga Greqia kanë rezultuar të kontaminuara me pesticide të rrezikshme. Por pasojë çmimi i luleshtrydheve në tregjet tona ka rënë, pasi kërkesa për të blerë është e ulët dhe frikat e konsumatorët e madhe. Çmimi i ulët nxiti mes ditën e sotme protestën e fermerëve të Frakullës në Fier. Shikoj mallin e fshatarëve që po vuajnë, po optojnë dhe asgjë s'po fitojnë. Deri në këto momente asnjëri nuk ka ardhur të vej dorë për popullin shqiptar, thot qa po bëni, qa po punoni. Çmimi ka qenë 2000 lekë kilogrami dhe sot aktualisht nuk shitet fare. Jemi penalizuar padrejtisht dhe këtu qeveria duhet veri dorë në të drejtim. Dhe po deshet tani siç jemi të shkojmë tek parcela, u kam 1 hektar luleshtrydhe atje, është e pavjel. Të marrin të bëjnë analizat dhe ajo luleshtrydhe del pa mbetje, pa terra. Fermerët kanë pohuar gjithashtu se po detyrohen që prodhimin ta hedhin në lumin vjos. 1 hektar sera të vit të marri të kampion të luleshtrydhe. Nëse ajo del me mbetje, ja unë i pari do vetë në burg. Unë i pari. Shteti tani ka futur njëri dikush sa baleta na greku. Me mbetje dhe këtu tani do ta ham neve. Shikoj që këta të rinë, këta vetëm luleshtrydhja po i mban. Vjet e njëjta gjë, si vjet e njëjta gjë. Luleshtrydhja arka po vete 2000 lekë, arka me 5 kg luleshtrydhe brenda. Blien 700 lekë ambalazhi i arkës edhe 500 lekë ambalazhi plastikës, ne dalim me humbje. Përballë kësaj situate, ata thonë se ndodhen në prag të falimentimit në një vit të vështirë, duke hedhur gjithashtu poshtë zërat se prodhimi i tyre nuk është bio.
Familjar, miq dhe antar të komunitetit italian përcollën për në banesën e fundit studenten shqiptare Ilaria Sula me slotëve dhe dhimbjes. Ceremonia për 22 vjeçaren që u vra nga ishi dashur i saj Filipinas u zhvillua në Terni, qytetin ku familja Sula banon prej vitesh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Familjar, miq të afërm i dhanë lamtumirën e fundit 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, që u masakrua me thik nga ishi dashur i saj Filipinas, Mark Anthony Samson, në ceremoninë funerale në qytetin Terni të Italisë, që u transmetua live nga mediat fqinje, merrin pjesë qindra njerëz, familjarë e miq të studentes shqiptare, por edhe shoqata të dhunës kundër grave, në gjendje të rënduar ndërsa mbahej për krahësh nga të afërmit, e ëma e 22 vjeçares së ndjer për lotit të pranishmit, teksa qante me dënes të bijën dhe thërriste në emër. Kortezhi me qindra njerëz u nis në orën 14 nga shtëpia e studentes shqiptare në Viale dello Studio, drejt varrezave komunale aty ku do të prehet përgjithmonë. Në rresht të parë qëndronin familjarët e studentes, dy prindrit dhe vëllai i saj, si dhe shumë studentë të La Sapienzas, ku Ilaria studionte për statistik dhe në nder të saj, Universiteti pezulloi këtë të hënë mësimin, duke ju dhënë mundësinë studentëve e gjithë stafit që merrnin pjesë në funeral. 22 vjeçaria shqiptare Ilaria Sula ishte shpallur e zhdukur prej 25 marsit, por u gjet e vdekur më 2 prill nga autoritetet italiane. Trupi i studentes u gjeti masakruar me thik brenda një valixheje në një zonë të pyllëzuar në bashkinë e Polit në Itali. Ajo ishte vrarë nga ishi dashur i saj, i cili pranoi krimin tronditës para hetuesve dhe po përballet me drejtësinë, ndërsa nën hetim është vënë edhe nëna e tij, e cila dyshohet se e ka ndihmuar të fshehë ngjarjen. U gjeti pa jetë 27 vjeçari që kishte humbur të dielën prej motit të keq, ndërsa babai i tij që doli ta kërkonte të birin në mesnat u gjet në gjendje të rënduar fizike dhe psikologjike. Pas më shumë se 24 orësh i zhdukur, është gjetur i pajetë 27 vjeçari Ajet Leshi në Has. Ekipet e emergjencave civile të ndihmuara dhe nga një helikopter i forcave të armatosura si dhe banorët e zonës. Pas shumë orësh kërkimi e gjetën të riun të ngrirë dhe pa shenja jete në malin e Pashtrikut. 27 vjeçari u zhduk të dielën kur vendi u përfshin nga rreshje të pazakontabore. Ajet Leshi nga fshati Kisha i Hasit ishte nisur drejt malit të Pashtrikut për të prerë dru në pyll që prej mëngjesit të djeshëm, por rreth orës 17 familjarët e tij denoncuan se kishin humbur kontaktet me të. Në kërkim të riut dolën familjarët, përfshirë dhe të atin, i cili humbi kontaktet për shumë orë, por u gjet këtë pasdite në gjendje të rënduar fizike dhe psikologjike në malin e Pashtrikut nga ekipet e kërkimit. Në Ulqin u hap konsulata shqiptare që do të krijojë lehtësi për gjithë qytetarët e vendit tonë që punojnë dhe jetojnë në Malin e Zi. Nga kjo e hënë e 7 prillit, shqiptarët që jetojnë e punojnë në Mal të Zi do të kenë më shumë lehtësira për të kryer shërbime konsullore, pasi në Ulqin është hapur zyrtarisht konsulata e përgjithshme e Republikës së Shqipërisë. Ky institucion i ri do të ofrojë të gjitha shërbimet konsullore për shqiptarët në 2 anët e kufirit. Në ceremoninë e inaugurimit morën pjesë Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Igli Hasani, zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Malit të Zi, Ervin Ibrahimović, si dhe përfaqësues të institucioneve vendore dhe qytetar. Hapja e konsulatës shqiptare në Ulqin nuk është thjesht një akt diplomatik, nuk është thjesht një akt simbolik, por një investim në marrëdhëniet tona dypalçe, një dritare re bashkëpunimi dhe mbështetjes së Republikës së Shqipërisë për komunitetin shqiptar në Mal të Zi. Dyert e konsullatës përgjithshme do të jenë gjithnjë të hapura për ju për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të përcjell, sugjeruar apo programuar pranë qeverive tona ato kontribute që thellojnë integrimin e zonave tona ndërkufitare në të mijë shoqërive tona gjithnjë më të integruara. Për kryetarin e komunës së Ulqinit, ky moment historik përkon me një situatë të vështirë për qytetarët e Ulqinit, të cilët po kundërshtojnë dhënien e plazheve për investitorët arab. Ne vlerësojmë se Mali i Zi dhe Shqipëria, vendet që udhëhiqen nga orientimet euroatlantique, do të vazhdojnë të punojnë bashkërisht në integrimin e plot e drejt Bashkimit Evropian. Hapja e kësaj konsullate shënon një tjetër urë lidhjeje mes shqiptarëve përtej kufive shtetëror.
Juristët I kanë uruar sot 105 vjetorin e lindjes Ismet Elezit, një emblem e drejtësisë shqiptare, njohur si babai I kodit penal. Juristi tashmë në moshë të thyer tha se korrupsioni luftohet duke qëndruar I ndershëm. Duartrokitit për profesor Ismet Elezin pikërisht në Fakultetin e Drejtësisë, ku përgatiti brezat e juristëve, ishin gjua e përbashkët për t'i thënë faleminderit. Profesori Ismet Elezi, njohur si emblema e drejtësisë shqiptare dhe babai I kodit penal, mbushi 105 vjeç dhe me një kontribut të pallogaritshëm në jurisprudencën vendase, mbas një shekulli jetë dhe dedikim, profesor Elezi ka sot vetëm një porosi për gjyqtarët dhe prokurorët dhe këdo që do vendin e tij, të qëndrojë ndershëm dhe I pakorruptuar. Si të arrihet që të qëndrosh I ndershëm në një përpara institucioneve që deri diku kanë probleme me korrupsionin? Në radhë të parë nuk mund të luftohet korrupsioni pa ndershmëri. Ndershmëria është faktori numër 1 I luftës kundër korrupsionit dhe narkotikëve dhe kriminalitetit në tërësi, po veçanërisht kundër korrupsionit. Kjo duhet të skalitet mirë në mendjen e juristëve në radhë të parë dhe të funksionarëve të shtetit. Këtë mesazh profesor Elezi e dha para një auditori me vendimarrës e personalitetet të larta, përfshi presidentin e vendit, ministrin e drejtësisë, profesor të njohur, gjyqtar e prokuror, por edhe student të rinj. Dhe për këtë jam I gëzuar dhe jam krenar për arsye se dhash dhe unë kontributin tim të vogël në përgatitjen e brezave të rinj të penalistëve që gjykojnë sot, edhe kërkohet që ata si gjithmonë të respektojnë traditën e vjetër, nderin, drejtësinë, me barazinë e drejtësi. Në secilin nga ditëlindjet e tij që festohen publikisht, profesori Ismet Elezi ka dhënë për herë mesazhe. Në ceremoninë e 105 vjetorit të tij, kryefjala e profesorit ishin vlerat njerëzore, që nga e drejta zakonore kaluan në jurisprudencë dhe njihen respekt ndaj ligjit. Topbizchannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topbizchannel.tv, të parët për shqiptarët. Në Durrës u përkujtua 86 vjetori I rezistencës kundër pushtimit fashist të Shqipërisë. U përkujtua në Durrës 86 vjetori I rezistencës antifashiste shqiptare. Autoritetet vendore, familjar të veteranëve dhe të rëndëve bën homazhe pranë monumentit të heroit të popullit Mujo Ulqinaku, duke nderuar kujtimin e tij dhe të gjithë atyre që dhanë jetën për liri më 7 prill të vitit 1939. Ne jemi krenar për gjyshin tonë, sepse vuri atë dheun mbi veten dhe mbi familjen. Që është një vetflim për atë dheun që në ato kohë ishte shumë simbolik dhe vazhdon të jetë simbolik. 86 vjet më parë, kur trupat fashiste zbarkuan në Durrës, u pritën me armë, duke rezistuar pavarësisht numrit të pakët dhe mungesave në armatim. Lufta u zhvendos në rrugët e rrugicat e qytetit, ndërsa rezistenca u thye nga goditjet e artillerisë së rëndë. Sot në Durrës jeton një komunitet I integruar italianësh, ashtu si mijëra shqiptar që prej vitesh jetojnë në Italinë fqinja. Dhe ishte gjithçka për edicionin tonë të mbrëmjes këtu në Top Channel. Ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim. Mirupafshim.